Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Mihalis Rokas, kërkoi nga deputetët korrigjimin e propozimit buxhetit në fushën e gjyqësorit dhe investimeve të nevojshme. Pasi paraqiti raportin ndaj deputetëve, Rokas kërkoi konsensus përveç reformave të nevojshme edhe për ndryshimet kushtetuese. Paraqitja korrespondon me përgatitjet për buxhetin e shtetit për vitin 2026 dhe është kyçe që të zbatohen rekomandimet e raportit dhe të përmbushen prioritetet e vendosura në agjendën reformuese, veçanërisht për funksionimin e institucioneve gjyqësore ku vuajmë nga mungesa kronike e investimeve dhe nga pagat e ulta. Për fat të keq, këto gjëra nuk janë paraparë në buxhet deri tani. Nuk ka asnjë progres në studimin e ligjit dhe asnjë progres në luftën kundër korrupsionit, tha ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Mihalis Rokas. Generali Amerikan Wesley Clark dëshmon në akt se ushtria çlirimtare e Kosovës nuk kishte një strukturë të mirëfillt ushtarake komandimi. Ai deklaroi se komandantët e zonave lokale ishin pjesë e një ushtrie që nuk ishte e mirë organizuar dhe se nuk kishin nënshtrimin ose respektin ndaj një autoriteti të caktuar. Clark tha se shqiptarët i referoheshin edhe përvojës së trupave të KFOR-it në Bosnjë, të cilët nuk u treguan shumë efektiv në mbrojtjen e popullit. Bedri Hamza është zyrtarish kryetari i ri i Partisë Demokratike të Kosovës. Ai e ka konsideruar garë demokratike zgjedhjen e tij në konvent. Konventa është organizuar në mënyrë më të mirë të mundshme, ju ishit vetë këtu. Gara ka qenë e hapur dhe kur unë ku mund me garue, në kësaj periudhe ka mund me garu çdo tjetër kandidat i cili kishte me plotsu onën formale dhe kishte me shpreh dëshire. Dhe normalisht që njerëzit kanë preferenca, edhe kanë drejt me shpreh preferencat të tyre. Hamza tha po ashtu se nuk ka vija të kuqe për asnjë parti kur bëhet fjalë për interesin e shtetit. Sipas tij, Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme për të shkuar në zgjedhje. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Reduktimi i formalitetit dhe kufizimi i pagesave me para në dorë është në thelb të masave të marra nga qeveria shqiptare në paketën fiskale 2026. Ministri i Financave Petrit Malaj deklaroi përpara deputetëve në komisionet parlamentare se ndryshimet fiskale do të lejojnë të kryesh transaksione cash deri në shumën 100.000 lekë. Mbi këtë vlerë çdo biznes do duhet të kryejë pagesën nëpërmjet bankës. Gjithashtu bizneset do të lejojnë të shesin për konsumatorët mallra dhe shërbime me para në dorë deri në shumën 500.000 lekë. Mbi këtë shumë, çdo shitje do të duhet të realizohet tërësisht nëpërmjet transaksioneve bankare apo formave të tjera elektronike. Këto masa natyrisht do të na shërbejnë jo vetëm për të reduktuar përdorimin e paras kesh në ekonomi, por edhe për të reduktuar informalitetin. Për të reduktuar përdorimin e parave kesh për të paguar për mallra dhe shërbime vendoset si detyrim që përveç opsionit të pagesës me lekë në dorë të instalohen pajisje për të bërë pagesë elektronike brenda vitit 2026. Vitin e ardhshëm, gjithashtu, brenda datës 30 maj 2026, çdo biznes që operon në sektorin e turizmit, edhe në atë të transportit, përveç pagesave kesh, do të duhet të garantoj forma alternative të pagesave elektronike, ku përfshihen pagesat me karta krediti dhe debiti, apo forma të tjera elektronike. Ndërkohë që ky detyrim do të duhet përmbushet nga gjithë bizneset e tjera brenda datës 31/12/2026. Një tjetër çështje e trajtuar është edhe reduktimi i formalitetit të shërbimeve dhe bizneseve online. Vendosim për herë të parë detyrimin që bizneset online të publikojnë të dhënat e tyre identifikuese, siç janë emri tregtar, NIPT-i, adresa e të tjerë. Kjo është një masë që ne e konsiderojmë të drejtë dhe të domosdoshme që i shërben mbrojtjes së konsumatorëve. AKEP-i, në rast se do të ketë shkelje, ka dhe të drejtën për të pezulluar aktivitetin e subjektit që operon online. Opozita në Shqipëri kërkon një debat parlamentar për të përcaktuar minimumin jetik në vend. Kjo kërkesë, sipas kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, është rrëzuar me votat e shumicës duke azgjësuar parlamentarizmin dhe çdo mekanizëm kontrolli që parashikon rregullorja e kuvendit. Në një dalje për mediat, nga kryesia e kuvendit, Gazmend Bardhi tha se Partia Demokratike ka kërkuar zhvillimin e një mocioni me debat për përcaktimin e minimumit jetik, por që mazhoranca me forcën e kartonit e ka rrëzuar. Dhe unë dua ta bëj publikisht pyetjen që i bëra zotit Balla në mbledhjen e konferencës kryetarëve. Masa e ndihmës për personat e papunë apo ndihma ekonomike për familjet me të ardhurat të ulta është rreth 40.000 lekë të vjetra. Dhe zoti Balla do duhet t'i shpjegoj shqiptarëve, a mundet ai vetë personalisht të jetoj me 40.000 lekë të vjetra në muaj, siç në fakt jeton një numër i konsiderueshëm i familjeve shqiptare. A mundet një familje me 4 persona të paguaj gjitha detyrimet për energji, për ujë, për ngrohje, apo për ushqim të fëmijëve tyre, me ndihmën që i jep shteti shqiptar
40.000 lek në muaj. Sipas Bardhit, përcaktimi një treguesi zyrtar të minimumit jetik është një kërkesë e vazhdueshme ndaj qeverisë shqiptare. Aktualitet. Rreshjet e dendurat të shiut prej natës në Lezhë kanë krijuar probleme në disa zona. Sistemi i kanalizimeve në qytet nuk ka arritur që të përballojë sasinë e madhe të prurjeve, duke sjellë vërshim në bllokun e banimit 11 janarit të lagjes Beslidja. Niveli i ujit arriti deri në 40 cm. Gjithashtu kanali i urave të larta në Zadrim përmbyti disa hektar tokë bujqësore në zonën e Kallmetit. Përmbytje raportohen edhe në Gjorm dhe Zhej. Problematike situata paraqitet edhe në Fushkruj, kryesisht në fshatrat Bilaj, Murqin dhe Mallkuc. Në Vlorë, po ashtu era e fortë ka rrëzuar disa pemë në zonën e Skeles dhe Pyllin e Sodës, ndërkohë prej më shumë se 3 orë gjysmë, trageti linjës Brindisi-Vlorë nuk ka mundur dot të ankorohet për shkak të erave të fortave të dallgëve të larta. Probleme me energjinë elektrike raportohen dhe në Fier për shkak të erës së fortë. Zonat e prekura janë në stacioni Poçemit në Mallakastër, fideri i Matkës në Raskovec, në Mbrostar dhe Gorishov. Situata meteorologjike në Shqipëri paraqitet të qetë pa probleme serioze në nivel kombëtar, raporton Ministria e Mbrojtjes. Konfirmohet për ndërprerje të energjisë elektrike në Lezhë dhe Fusharës. Në Lezhë, ndërprerja u shkaktua pas rrëzimit të një peme në aksin Lezhë-Shëngjin e cila dëmtoi linjat elektrike, ndërsa në Fusharës problematikat me energjinë u shkaktuan nga era e fortë. Në qarkun e Shkodrës, rreshjet intensive dëmtuan segmentin rrugor Breg Lumitheth, ku 9 persona dhe 5 mjete mbetën të bllokuar. Fal ndërhyrjes, evakuimi i tyre u krye me sukses. Në bashkinë Fusharës janë raportuar ndërprerje të energjisë për shkak të erës së fortë. Në qarkun e Lezhës, në aksin Lezhë-Shëngjin u rrëzua një pemë e cila dëmtoi linjat elektrike dhe ndërpreu energjinë. Në qarqet e tjera të vendit nuk raportohen problematika nga moti. Shërbimi meteorologjik ushtarak në Shqipëri parashikon që në 24 orët të ardhshme priten rreshje të erpashershme me intensitet të ulët deri në mesatar, ndërsa në Shkodër, Vlorë dhe Gjirokastër rreshjet do të intensifikohen në formë shtrëngatash. Nga pasditja deri në orët e para të mëngjesit rreshje të shumta priten dhe në Lezhë, Durrës dhe Tiranë të shoqëruara me shkarkesa elektrike. Parashikohet mjegull dhe shikueshmëri e reduktuar në zonat luginore. Nisur nga moti i keq me rreshje të dendura, shiu dhe stuje që ka përfshirë disa zona të vendit, policia e shtetit shtoi praninë e shërbimeve policore dhe apelon për qytetarët të shmangin lëvizjet e panevojshme, si dhe të tregojnë kujdes gjatë lëvizjes në rrugë me automjete, motomjete apo në këmbë. Strukturat shtetërore raportohet se janë në gatishmëri për të ndërhyrë në çdo rast që paraqet rrezik për përdoruesit e rrugës dhe për banorët në zonat ku është parashikuar që të ketë rreshje të dendura shiu. Ministria e Mbrojtjes dhe Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile janë në gatishmëri të plotë në koordinim me strukturat për përballimin e pasojave të mundshme nga moti i keq. Ju lutemi banorëve të zonave ku mund të paraqiten probleme të kontaktojnë me autoritetet vendore. Në çdo rast nevoje, thirrjet ndaj qytetarëve është të telefonojnë në numrin pa pagesë 112. Pjesë të Kosovës po përballen me përmbytje. Rreshjet u intensifikuan të hënën në mbrëmje duke detyruar kryeqytetin Prishtinë të anullojnë mësimin e ditës së martë. Drejtoria e arsimit në Prishtinë njoftoi prindërit se mësimi është anulluar si mas parandaluese, ndërkohë kompania rajonale Ujësiellësit Prishtina paralajmëroi të martën se ekziston rreziku i shtuar për vështrime në zonat e ulta dhe pranë lumenjve gjatë ditës. Ajo bëri thirrje qytetarëve të shmangin lëvizjet pranë lumenjve dhe kanaleve të ujrave. Agjencia e Menaxhimit Emergjent në Kosovë kërkoi qytetarëve të kenë kujdes gjatë qarkullimit dhe të shmangin zonat me rrezik vërshimesh. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njoftoi se vendi do të përballet me rreshje shiu në ditën e vijim, ku në disa zona pritet të jenë në intensitet të lartë. Kosova është përballur me përmbytje vitet e fundit, të cilat kanë shkaktuar kryesisht dëme materiale. Vlerësohet se dëmtimi i shtretërve të lumenjve si pasojë e nxjerrjeve të palishme të zhavorit kontribuon shumë në përmbytjen e zonave. Rreshjet intensive të shiut në disa pjesë të Maqedonisë së Veriut kanë shkaktuar probleme, kryesisht vështirësi kanë në rajonin e Pollogut dhe në komunën e Tetovës. Qendra për menaxhim e kriza raporton se ka sipërfaqe të ujit të nën kalime dhe mbi kalime. U bë thirrje qytetarëve për kujdes të shtuar gjatë lëvizjes në rrugë dhe shmangjes të lëvizjes në këto pjesë të infrastrukturës rrugore. Drejtoria e punëve hidrometeorologjike në Maqedoninë e Veriut njoftoi se në disa vende rreshjet do të jenë më të rëmbyeshme veçanërisht gjatë natës. Lokalisht pritet të ketë kushte për stuhim me era me shpejtësi mbi 60 km/h. Gjatë natës do të fryrë mesatare deri në të përforcuar në drejtimin jugor. Do të ketë vranësira të ndryshueshme me rreshje të përkohshme lokale të shiut. Në orët e pasdites dhe të njëjtën rreshje do të jenë me intensitet më të dobët. Të premten dhe në ditët e fundjavës priten sërish rreshje më të rëmbyeshme shiu.
Moti i keq që ka përfshirë dhe Italinë ka shkaktuar rrëshqitje dherash dhe përmbytje rrugësh në disa zona. Qirat e rrëmbyeshëm morën me vete një shtëpi në Brazano, në provincën e Gorizias. Një person u nxori gjallë nga rënoja teksa vjojnë kërkimet për 2 persona të zhdukur, një burr 32 vjeçar gjerman dhe një grua 83 vjeçare. Ndërkohë të paktën 300 persona janë evakuuar pasi lumi Torre doli nga shtrati. Përmbytjet vazhdojnë kryesisht në zonën e Ligurias që është dhe më e goditura. Banorët e Slovenisë perëndimore po përballen me rebeshe shiu. Një urë në Bordeaux shëm dhe disa rrugë dëmtuan, duke i lënë të izoluar rreth 150 njerëz në vendbanime të vogla në komunën e Bordeaux. Disa ndërtesa u përmbytën për shkak të ujrave, ndërsa shiu i rrëmbyeshëm shkaktoi gjithashtu shumë rrëshqitje toke. Kryetari i administratës komunale të Bordeaux, Anita Manfreda, tha se ata regjistruan më shumë se 30 episode përfshirë 5 ose 6 rrëshqitje të mëdha toke. Dhjetori vitit 2025 pritet të sjellë ndryshime të rëndësishme në kushtet e motit në gjithë hemisferën veriore të shkaktuara nga një vorbull polare jashtëzakonisht e fortë dhe me fillim të ershëm. Ky fenomen atmosferik i shkaktuar nga ngrohje e papritur në stratosferë do të shkaktojë dobësimin vorbullës polare dhe do të lejojë që ajri i ftohtë arktik të zbresë gjerësitë e mesme dhe të ulta gjeografike. Ulumtimet tregojnë se kjo do të ndikojë seriozisht në klimën dhe modelet e motit duke sjellë me vete valë të ftohta, rreshqe të dendura shiu dhe periudha dëbore veçanërisht në rajonet që zakonisht nuk janë mësuar me kushte të tilla. Fillimi i dhjetorit mund të jetë fillimi i një dimri të ashpër veçanërisht në zonat malore ku trarësia e dëborës do të jetë e konsiderueshme. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.